Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të shpjegojmë dhe do të flasim për lulen më të parë të pranverës. Ajo që me vërtet, sikur diellin do ta zbresi në tokë, ajo bimë që sikur zëri i parë i jetës pas heshtjes së gjatë të dimrit, është sikur shpërthen nga toka. Po kush është kjo? Është Agulicja, me emrin e saj shkencor Primula e Veris. Agulicja jeton në ato zona ku ka lartësi mbi 1000 metra mbi nivelin e detit, deri në pyjet e ahut dhe të pishës, 1500-1800 metra mbi nivelin e detit, 2000 metra mbi nivelin e detit. Pse ka marrë këtë emër? Sepse Primula do të thot në shqip i pari, i hershmi, Veris do të thot e pranverës. Dhe kjo bimë është e tillë. Sa fillon të shkri bora në përshpatet e maleve, fillon kjo të na lajmëroj se jeta po fillon përsëri në tokë. Është një bimë shumë vjeçare që ka një gjethe vezake me një bisht të gjatë, të mbuluar me pak push, dhe pushi më shumë është që këto bimë që rriten maja malesh të mos kenë koeficient të lartë të avullimit të ujit, pra të mos thahet gjatë verës. Kërceli i saj është afërsisht 15, por mund të shkojë deri në 25 cm, i mbuluar me pak push, ndërsa në fundin e bishtit përfundojnë 5 deri në 6 lulesa me ngjyrë të verdhë të kapsuluara në një kup të gjatë gati 7-8 mm. Në zonat e veriut i thon lulja 5 gishtse ose 6 gishta, dhe është një lule e mëndafsht që me atë butësinë e saj, sikur bën që të ofroj shërim në trupin e njeriut. E ndërsa kjo bimë çel ndër më të parat dhe është me të vërtet lajmëtar i pranverës, do të shikojmë cilët janë pikërisht përbërësit kimik të kësaj bime, që në këto kupolat e verdha, në këto kupat e verdha të saj, çfarë fshihet në brendësi, çfarë fshihet në gjethet e saj dhe çfarë fshihet në rrënjat e saj që janë, si thuash, rrënjë gjufkore me një ngjyrë të bardhë të bukur. Le të marrim përbërësit e parë të rrënjve të Primula e Veris. Janë saponinat triterpene, dallohen me një sër veçorish farmakologjike, duke përfshirë efektin sa anti-inflamator, po aq edhe analgjezik, pra qetësim dhe lehtësim dhimbjesh. Kanë një veti ekspektorante rrënjët e Agulices, pasi na ndihmojnë më së miri në nxjerrjen e sekrecioneve. Acidi Primula 1 dhe Primula 2, këto janë sapuninet triterpene më të studiuara në rrënjët e Agulices, dhe njëkohësisht në rrënjat e saj ndodhen edhe derivatet e acidit oleanolik. Përbërësit e gjetheve të luleve, le të vazhdojmë mëtej, janë glikozidet fenolike si Primverin dhe Primula e Verin, që japin aromën karakteristike lules, por duke qenë që janë glikozide, kjo lule po të përtypet me dhëmb, ajo na jep shihen sikur me të vërtet kjo përmban pak sheqerna në brendësi të saj. Këto të dy përbërës kimik që janë të identifikuara në gjethet, në lulet dhe në kërcell të saj, i japin kësaj jo vetëm atë aromën e veçantë, por njëkohësisht i japin veti të fuqishme kurative. Së dyti, flavonoidet, ky grup i madh antioksidantësh, ofron përfitime shëndetësore si veti qetësuese të sistemit nervor. Përfshi këtu edhe Agulicen e mbrëmjes ose Agulicen e Darwinit, sëmundje të zemrës, përmirësues dhe ndihmues në sëmundjen e Alzheimerit, qetësimit të kollës, sëmundjet kancerogjene e të tjera. Flavonoidet mbizotëruese që ndodhen në këto janë quercitina, kaenferoli, rutina e të tjera. Gjethet dhe lulet janë të pasura me pak vajra esenciale. Pra, nëse do të distilohet, kjo mund të shkojë deri në 100 ml për 100 kg, por nuk shfrytëzohet për vajrat esenciale, sa shfrytëzohet për pranin
e vitaminës C, beta-karotenit pra që jep këtë ngjyrën, dhe minerale siç është për shembull kaliumi, kalciumi, natriumi, sapunine e të tjera. Acidet fenolike që ndodhen tek gjethja, rrënjë dhe kërcelli, si acidi kafeik, acidi ferulik e të tjera, janë jo vetëm antioksidant të fuqishëm në organizëm, por janë edhe mbrojtës të qelizave, por njëkohësisht na ndihmojnë që të mbrojmë fortësinë e arterieve dhe të venave. Pra, një pastrues shumë i mirë i enëve të qarkullimit të gjakut dhe një fuqizues, një forcues i po këtyre enëve. Karotenoidet, të cilat janë pigmente natyrale, që japin këtë ngjyrën e bukur karakteristike. Nuk e tham kot, një verdh e bukur si dritë dielli, janë mbrojtës të syve, përmirësues të shikimit dhe qetësues të dhimbjeve reumatizmale. Pra, nëse do ta shikojmë këtë lule së bashku me atë Arnica montanën, me ato petalet e saj të përhapura, që të dyja na ndihmojnë për të qetësuar dhimbjet reumatizmale në kyçet.